gjë që njeriu preket, ai që ka fitu punën me djerës, preket ke profesioni vetë. Dhe këtu jemi mu të dy bonëm dakord. godite në profesion, që është pikë e dobë që nuk ja kam thonë, asë njeriu, po e flas me ty, mu bonëm preka ty, Njëta gjë. godite, valla, se unë kam luftu vetë. Bravo. Dhe njëri që ka rritur vetë, unë ta kuptoj më zemrën. Ta kam thënë, e kam bërë këtë punë kur askush nuk beson të më. E kam bërë këtë punë me 1 milion sakrifica. Për të arritë për të qënë. Dhe edhe në qoftë se jam këtu, jam për t'i tregu vlerat e mia, edhe në këtë punë. Dhe e gjykova thjesht për aspektin muzikore lidha me radio. Dhe i thash dhe një dola 20 minuta nga Big Brotheri dhe u futa në Top Albania. U futa në atë që dashuroj, në punën time. Që kam kaq vite që e bëj. Që m'jep atë ndjesi që m'jep, njësoj si që ta jep ty të shkruash një skenar, të ndërtosh një sken. Kjo ishte e gjitha. Por nuk kam bërë. Nuk e di do me thënë, që të them. Po jo, me s'ka lidhje, se për qenë që jam të bo bisedë me ty, as nuk them por ditë kam falë edhe shnet. Nëse dhe isha të lujt loja, po isha shtirë me ty në fillim, të them jo s'ta falë, bëj interesante, najde qa, mirë pafshim. Unë prandaj po e kërkoj këtë bisedë. Sepse nuk dua që me ty të kem keq kuptim. Është një gjë e vërtet që këtë po e kuptoj ora orës këtu, që disa gjëra që unë i mendoj për t'i bërë edhe duhet t'i diskutoj. Dhe kjo është e vërteta dhe këtu këtë drejtën që nuk kam marrë ndoshta edhe për kërkuar një mendim. Po ka që më flush? Kaq, kjo është gjithçka. Nësë do shpikim raketë të këtu? Raketën, bravo. Kjo është këtu gjithçka. fjala është, s'ka gjë tjetër. Kjo është gjithçka dhe për këtë pranoj. Unë jam njeri që të pranoj kur e kam gabim. Unë ta kam thënë, nuk ka asë njëri perfekt. Unë i pari nuk kem perfekt. Edhe unë kam gabime sa të duash, por të paktën jam shumë i sinqert. Me deri tash edhe koherent. Ta thash për pjesën e kësaj, më është keq kuptuar. Nuk e kam pas tendencioze në asnjë pikë. Mirë.